Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Sofia dhe sot jemi në një video të re. Ashtu siç e keni parë në hyrjet e kësaj videoje, ne jemi në Tiranë, jam këtu me Albën dhe do të qëndrojmë plot 4 ditë, jemi tek Hotel Tirana International dhe do të qëndrojmë këtu për një panel qytetar ku do të bëjmë diskutime të ndryshme dhe njëkohësisht do ta shfrytëzojmë këtë kohë edhe për të qëndruar me njëra tjetrën dhe për të kaluar bukur. Kështu që unë në fillim të videos u kam treguar pak a shumë çfarë kemi bërë sot. Ishim pak të lodhura sepse normalisht rruga. Dhe tani erdhëm në hotel, u qetësuam, pushuam pak dhe do të dalim dhe normalisht që do t'ju marr me vete siç ju marr gjithmonë. Dua t'ju kujtoj të bëni një subscribe sepse është shumë e rëndësishme për kanalin. Dhe gjatë këtyre ditëve do t'ju tregoj të gjitha ato që do të bëjmë këtu në Tiranë dhe shpresoj që të jetë një video pak më ndryshe. Ju budh, shihemi për pak. Somebody know me better. I thought that I would miss you more, but I wake up and I feel better. Cause I let somebody go. We've been going on forever. There's no more crying on the floor. And she said it's now or never. So I let somebody go. Ooh. I let somebody go. Ooh. Somebody go. Ooh. And I let somebody know me better. I thought that I would miss you more, but I wake up and I feel better. Cause I let somebody go. Mirëmëngjes nga dita tjetër, sapo jemi zgjuar, jemi bërë gati dhe tani do të zbresim poshtë tek panelet. Do të hamë mëngjesin edhe do të fillojmë, nuk e dim deri në çfarë ore do jemi aty, por pastaj do jemi deri në orën 4:30 dhe më pas do shohim se çfarë do të bëjmë tjetër për sot. Mirëmëngjes. Se është lërja buzo. Përshëndetje përsëri. Ne sot deri në orën 5 kemi qenë poshtë. Edhe siç e shikoni jam pak e lodhur. Kam bërë një dush, jam bërë gati tani, po bëhet gati dhe Alba, sepse në orën 7 kemi darkën edhe do të zbresim poshtë. Më pas do dalim, nuk është se kemi bërë një plan konkret. Do të takoj pak edhe Sarën, edhe do t'ju marr me vete edhe ju. Edhe nuk është se kam xhiruar shumë të them të drejtën, por në përgjithësi ka qenë një ditë e mirë. Kemi bërë goxha diskutime. Edhe kemi njohur shumë njerëz të rinj që është shumë e rëndësishme në këto aktivitete. Kjo është e bukur që ti njehesh me njerëz të rinj. Tani për momentin do të bëj pak make-up sepse nuk kam vendosur akoma make-upin. Edhe do të zbres poshtë, normalisht do t'ju marr me vete. Ju ndërkohë mos harroni të bëni një subscribe sepse është shumë e rëndësishme për mua dhe kanalin. Shihemi për pak. Hello, ne tani do zbresim për darkën. Ka dhe muzikë dhe zë, ndërsa edhe draska. Hello përsëri, tani sapo jam kthyer në hotel, jam me Albën. Edhe do pushojmë, kemi veshur pijamat dhe po kalojmë pak kohë të dyja. Dhe nesër në mëngjes do të jemi përsëri aty. Alba po bën disa video tani. Por nëse do ta nxjerr në kamera nuk do të kaq e lumtur sa ç'është në këtë moment. Shkria teknika.
Ju tregova pak a shumë ditën time sot, tani jam shumë e lodhur edhe do fle normalisht, sepse nesër duhet të çohem shpejt. Kështu që do shihemi nesër. Përputh natën. Mirëmëngjes nga dita tjetër, ne tani sapo kemi ngrënë mëngjesin këtu, edhe do të shkojmë poshtë sepse do të fillojmë të gjitha diskutimet dhe ato që kemi për të bërë sot. Kështu që do shihemi më vonë, besoj më shumë pas ditës sepse ju e dini që aty nuk mund të xhiroj shumë. Përshëndetje përsëri, ora është 6 pasdite, kemi mbaruar dhe sot të gjithë aktivitetin që kishim dhe tani jemi bërë gati. Ky është outfiti për sot. Duke qenë se është e premte, do dalim pak të pimë diçka, po fillimisht do shkojmë të ham darkën. Do shtoj edhe xhaketet, t'ja tregoj outfitin përfundimtar sepse ky është vetëm një pjesë. Kam veshur këto çizma të gjata dhe kështu. Mirëmëngjes nga dita tjetër, ne sapo jemi zgjuar, sot është dita e fundit këtu, sot përfundojmë të gjithë aktivitetin, edhe tani jemi bërë gati, do zbresim poshtë si gjithmonë. Në përfundim të aktivitetit nuk e dim akoma se çfarë do të bëjmë para se të nisemi për në Korçë, kështu që do t'ju tregojmë pak nga dita edhe sot. Qëndroni me video dhe mos harroni të bëni një subscribe, ndërkohë që ky është outfiti për sot.
Hello, përshëndetje, si që shikoni jam rikthyer në studio, edhe sot është ditë e diel, dje jam kthyer në darkë vonë dhe nuk është se kam xhiruar. Të them të vërtetën, mendova se do bënim diçka më shumë pas aktivitetit, por u vonuam përsëri sepse mori më shumë kohë se sa ne e prisnim, pastaj erdhi taksia dhe jemi kthyer më njëherë në Korçë, pra nuk është se bëm diçka tjetër që t'ja u tregoja. Gjithsesi po e bëj këtë video sot si një video përmbyllëse për të gjithë këtë vlog, por gjithashtu për t'ju treguar se si shkoi gjithë eksperienca ime në këtë aktivitet të zhvilluar nga IDM, edhe të gjitha ato impresionet që unë mora nga ky projekt, i cili ishte vërtet i veçantë, vërtet ndryshe, edhe mund të them se ka qenë një ndër eksperiencat më të veçanta që unë kam marrë pjesë. Fillimisht dua të them se nuk kam xhiruar shumë, pra prisja që të xhiroja më shumë në këtë vlog, edhe kisha menduar një vlog më të gjatë, por unë mundova që të kapja pjesët më të rëndësishme edhe të mos bëhesha e mërzitshme. Duke qenë se kam qenë me persona të tjerë, të cilët nuk duan që të dalin në video, ka qenë akoma më e vështirë sepse nuk mund të ndryshoja këtë dëshirë të tyre dhe të xhiroja më shumë se sa duhej, pra është pjesë e privatësisë të tyre, nuk duan të dalin në video dhe unë këtë gjë e respektoj padyshim, kështu që isha goxha e kufizuar. Nga ana tjetër ishte edhe pjesa që isha goxha e angazhuar në këtë aktivitet. Aktiviteti fillonte çdo ditë në orën 9 dhe përmbyllej rreth orës 5. Më pas ne kishim një pushim ku shkonim në dhomë, normalisht edhe pushonim pak. Dhe në orën 7 kishim përsëri darkën, kështu që isha goxha e angazhuar me pjesën e aktivitetit dhe nuk është se kisha shumë hapësira për të xhiruar. Normalisht që u përpoqja të marr detajet më kryesore dhe më të rëndësishme për ju, për t'ju treguar, dhe mendova që në fund të videos të bëja këtë video përmbledhëse dhe t'ju shpjegoja pak më shumë se çfarë ndodhi, çfarë ishte si eksperiencë dhe detajet të tjera. Atëherë, aktiviteti ku unë mora pjesë zhvilloi nga IDM Albania dhe kishte të bënte me formën e re të qytetarëve për të marrë pjesë në proceset parlamentare. Që do të thotë, aty diskutuan dy tema kryesore, dy tema shumë të rëndësishme, dhe ne si qytetarë të thjeshtë dha mendimet tona, opinionet tona për të krijuar në fund disa rekomandime që janë shumë të rëndësishme për implementimin e ligjeve të reja, ndryshime të ligjeve aktuale dhe përmirësim të situatës. Dy grupet kishin të bënin, pra kishin tematika kryesore, aftësinë e kufizuar dhe turizmin. Unë fatmirësisht në shortin e përzgjedhur nga vetë IDM, mora pjesë tek grupi i aftësisë së kufizuar. Ju e dini që unë kam kryer një shkollë për administrim dhe politika sociale dhe isha pak a shumë brenda profilit tim, sepse si temë kam trajtuar edhe gjatë studimeve të mia dhe kjo ishte një eksperiencë e cila thjesht më thelloi më shumë njohuritë dhe mora shumë më tepër informacion nga sa kam marrë në shkollë dhe kishte fakte vërtet interesante që unë nuk i dija dhe ajo që ishte për të ardhur keq ishte se problematikat e kësaj kategorie ishin shumë të mëdha, pra nuk e prisja që të kishin aq shumë problematika dhe madje kishte problematika të cilat unë as nuk i kisha menduar më përpara se kjo kategori mund të kishte. Pjesë e grupit tim, pra pjesë e tryezës time, ishin edhe persona me aftësi të kufizuar nga qytete të ndryshme, edhe kjo e bënte akoma më të veçantë eksperiencën sepse ti e merrje atë përshtypjen edhe ato problematikat i kapje shumë nga afër në momentin që ata shpreheshin edhe tregonin me detaje të gjithë historikun e tyre, të gjithë ankesat e tyre dhe ishe vërtet në brendësitë e problemit, pra nuk ishte diçka thjesht teorike, por ti e kishe përballë këtë fenomen edhe ti mund ta prekje akoma më shumë. Janë vërtet mirënjohëse për të gjithë njerëzit që njoha aty, ishin nga qytete të ndryshme, me backgrounde të ndryshme, me formime të ndryshme dhe të gjithë kishin diçka për të ndarë. Por ajo që më bëri shumë përshtypje dhe që jam vërtet shumë e lumtur është që pjesa e personave që ishin me aftësi të kufizuar ishin vërtet pozitiv, ishin vërtet shumë dashamirës, ishin vërtet shumë bashkëpunues dhe ajo që më pëlqeu akoma më shumë është që këta persona kishin ecur shumë në jetë. Atëherë për të ndalur pak më shumë në detaje, ne ndaheshim në tryeza, çdo tryezë merrte
përsipër të rekomandonte dhe të jepte përshtypjet e tij, të jepte opinionet e tij dhe në fund ne nxjerrim disa sugjerime. Ditën e fundit të gjitha sugjerimet tona u printuan dhe midis sugjerimeve ne zgjodhëm ato dy më të rëndësishmet. Pra, duke diskutuar me njëri tjetrin, ram në konsensus që do të zgjidhnim dy rekomandimet më të rëndësishme dhe të cilat ishin bazike dhe ishin të nevojshme të implementoheshin në mënyrë direkte. Më vjen shumë mirë që nxorëm rekomandime shumë të mira dhe shpresoj vërtet që pasi IDM ti propozoi këto rekomandime që ne nxorëm të merren masa dhe pse jo këto rekomandime të vijnë në zbatim, sepse vërtet kategoria e personave me aftësi të kufizuar ka shumë nevoja dhe ka nevoja madje që janë imediate dhe të cilat nuk janë fare ekzistente qoftë në ligj, qoftë në praktikë. Kështu që mezi po pres të marr përgjigjen në ditën e vijim edhe të shohim se si do të shkojë gjithë ky proces. Ishte një eksperiencë shumë e mirë, siç e thash, edhe nëse do ta përsëritja, patjetër që do e përsërisja dhe patjetër që në një moment të dytë nëse IDM organizon aktivitete të tilla të ngjashme ku qytetarët mund të japin opinionet e tyre dhe mund të zgjedhin dhe mund të japin rekomandime, patjetër që do të jem pjesë e tyre. Për sa i përket detajeve të tjera, kemi bërë dhe gjëra jashtë aktivitetit, kam kaluar mjaft mirë me shoqërinë, me shoqet e mia dhe e shijojmë disi edhe Tiranën. Pavarësisht të gjithave, normalisht që ishte e lodhshme, ishin plot 4 ditë intensive, të cilat përveç pjesës së largësisë, pra që duhet të shkoja në Tiranë, ishte edhe pjesa që ishte goxha impenjative si eksperiencë, sepse siç e thash, fillonte në mëngjes edhe mbaronte në darkë. Ajo që doja të thoja është që është mirë që të marrim pjesë në eksperienca të tilla, sepse vërtet janë shumë ndihmuese, vërtet të bëjnë ta shikosh realitetin ndryshe, vërtet në një moment ti haron çdo gjë dhe fokusohesh aty dhe kupton që problematikat janë shumë të mëdha, kupton që shumë njerëz çdo ditë përballen me sfida shumë të rëndësishme dhe ndoshta ndonjëherë ne i neglizhojmë edhe ndoshta ndonjëherë ne ankohemi për gjëra shumë të vogla, ndërkohë që njerëz të tjerë kanë probleme shumë madhore dhe përballen çdo ditë me këto probleme duke ju ndikuar në jetën e tyre. Ndonjëherë duhet të ndjejmë më shumë me fat për çdo gjë që ne kemi dhe të minimizojmë çdo ankesë që ne mund të kemi, ta shikojmë çdo gjë me një sy tjetër, ta shikojmë me një sy pozitiv dhe jo në çdo gjë ne vetëm të presim më shumë. Ndonjëherë duhet jemi të kënaqur me sa kemi, edhe të jemi shumë falenderues dhe nga ana tjetër duhet të jemi edhe shumë ndihmues për personat e tjerë të cilët mund të kenë probleme nga më të ndryshmet, të tregohemi sa më altruist edhe të tregohemi sa më afër tyre, mbështetje qoftë morale, qoftë monetare, pse jo, sepse ka shumë njerëz të cilët kanë problematika dhe kanë nevoja specifike. Unë jam shumë mirënjohëse që isha pjesë e kësaj eksperience dhe më vjen mirë që e ndava dhe këtu në kanal me ju, sepse pse jo, dhe ju mund të merrni pjesë në momentin që IDM do të zhvillojë një aktivitet të dytë, edhe ja u sugjeroj sepse vërtet ja vlen në të gjitha aspektet. Ishte një organizim shumë i mirë, shumë i arritur, i cili u përmbyll me sukses, edhe ke mundësi të njohësh edhe njerëz të rinj dhe është diçka shumë e veçantë dhe shumë e bukur. Tani çfarë dua të them është se video e radhës do të jetë te njëjtën tjetër, edhe po mendoj që të bëj një ask, kështu që ju më shkruani poshtë të gjitha pyetjet që keni për mua dhe unë do t'i përgjigjem atyre. Gjithashtu do të lej një kuti edhe në Instagramin tim personal, të cilin po ja u lej këtu anash dhe mund të më bëni follow nga aty. Dhe do të kemi një ask javën tjetër për të gjitha pyetjet që mund të keni për mua, kuriozitetet që mund të keni, unë do t'ju përgjigjem të gjithëve. Dhe javën më tjetër do të shohim se çfarë video do të xhirojmë. Kisha marrë kritika për videon e fundit që ishte pak e shkurtër, e di që ishte pak e shkurtër, por unë isha për udhtim dhe nuk kisha kohë për të bërë një video më të gjatë edhe një video tjetër, ashtu siç ju i pëlqeni pak më të gjata. Megjithatë do fokusohem më shumë dhe ndoshta do të vi me më shumë vloge, sepse e shoh që i preferoni më tepër se sa videot e tjera.
Kështu që do mundohem t'ju tregoj më shumë vloge, më shumë nga dita ime, do të filloj edhe këtë pjesën e kombinimeve të cilën e kam lënë pak pas dore, por do t'i bëjmë të gjitha dhe ja u premtoj këtë gjë. Ju mos harroni të bëni një subscribe sepse është shumë e rëndësishme për mua dhe kanalin, dhe shpresoj që t'ju ketë pëlqyer kjo video, sido që ka qenë disi e përmbledhur, por unë besoj se ka qenë mjaftueshëm. Kështu që do të shihemi në videon e radhës. Ju puth të gjithëve, shumë faleminderit që më ndoqët dhe do të shihemi në videon tjetër.